E paralajmëruar për të paraqitur në seancën e sejintes, 2 deputetët, Mimoza Hafizi e Ben Blushi, kanë zyrtarizuar nismën për ndryshimet kushtetuese. Lajmi është njoftuar nga deputetja Hafizi përmes një postimi në Facebook, ku ajo shpall nismën për 2 ndryshime të rëndësishme në kushtetutën e vendit. Me amendamentin e parë kushtetues, ne kërkojmë që presidentin e Republikës t'ia japim popullit, shkruan Hafizi dhe shton se një president i zgjedhur nga populli e jo nga kuvendi do të jetë figurë e pavarur nga politika dhe do të përfaqësojë më mirë unitetin e popullit në ushtrimin e detyrave të tij të rëndësishme kushtetuese. Në vijim të postimit të saj, Hafizi saktëson se me këtë amendament nuk kërkohet ndryshimi i kompetencave të presidentit, por vetëm ndryshimi i mënyrës së zgjedhjes së tij. Ndërkohë, në amendamentin e dytë kushtetues, kërkohet që popullit t'i bëhet e mundur të ndryshojë kustetutën e vendit, të drejtë që nuk e ka me kustetutën aktuale. Sipas Hafizit, me kustetutën aktuale, këtë të drejtë populli e merr vetëm nëse bëhen bashk 94 deputet ose 2/3 e parlamentit, por 94 deputetë është e vështirë të bien dakord, edhe kur bien dakord, preferojnë të ndryshojnë kustetutën pa pyetur popullin, siç ka ndodhur në vitin 2008. Ne kërkojmë që ky numër të ulet në 2/5, pra në 56 deputet, vijon mëtej deputetja socialiste. Hafizi shkruan se populli shqiptar ka të pamundur të marrë pjesë në procesin e reformës në drejtësi, ndaj me ndryshimin e propozuar, popullit i linde drejta që të vendos vetë për këtë reformë dhe për të tjera të rëndësishme. Në përfundim, Hafizi thot se amendamentet janë përgatitur së bashku mes saj, Arta Dades dhe Ben Blushit, në diskutim me një grup deputetësh të spektrit të gjerë të parlamentit, ndër të cilët Agron Duka, Dashamir Shehi, Eduard Selami, Luljeta Arapi, Nart Ndoka, Tahir Muhedini e Evangel Dule. Hafizi vlerëson se këto ndryshime kushtetuese janë të domosdoshme për jetën demokratike të vendit.